Okej, po fillojmë pra hatmen e Kuranit në gjuhën shqipe. Sot do të vazhdojmë me gjuzin apo pjesën e tretë të Kuranit, e cila fillon nga surja Bekare, ajeti 253. Dhe të dashur miq, mund të shikoni pra, mund t'i merrni edhe ju Kuranet e juja që I keni në gjuhën shqipe, pra surja Bekare, ajeti 253, zakonisht na ma shumë I kemi të Feti Mehdiut, në falë të Shërif Ahmedit, prandaj nuk është problem, edhe ajo është I mirë po përkthimi ma I duhur, ma I përpikt është I profesor doktor Feti Mehdiut, sepse ndryshe është kur e përkthejnë një arabolog, albanolog I cili e njeh gjithashtu gjuhën, e ka profesion gjuhën arabe, ndryshe është kur e përkthejnë një profesor I historisë që nuk e ka studiu gjuhën, po e ka studiu historinë. Prandaj, pasi që ky Kuran është në mungesë në për librari, unë kom vendos që këtë muaj Ramazan të ju lexoj në gjuhën shqipe dhe pastaj do t'i publikoj në kanalin tim në YouTube Iqbal Huduti, ku brenda 30 orëve, merreni me mend gjithë ky Kuran për 30 orë ka me u lexu, pra 30 orë me lexu librin e Zotit, ja vlen jo vetëm muajin Ramazan, po çdo muaj tjetër, sepse sa më shumë që e lexon Kuranin, aq më shumë shoqërohesh, connection lidhesh me Zotin. Prandaj shumë njerëz kanë thënë se kur e kam lexu Kuranin përpara një herë, se kam kuptu, dytën shpak më shumë, po tretën herë kur e kam lexu, e kam di veten që hej, po unë këtë verset nuk e kam lexu, në realitet e ka lexu, po atë shumë I ka fol ai verseti, sa që ju është duk aty personit, lexuesit, se ky verset diçka po flet me mu, sepse çdo herë kur e hapni Kuranin, ai do të me paramendu se jeni të fol me Zotin, me profetin, po ju tregojnë disa rrëfime, edhe histori, edhe ndodhi, të cilat lirisht mundën mu lidh edhe me ditët e sotshme. Vazhdojmë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah. ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العلي العظيم. Fjala e Zotit lartësuar është e vërtetuar. I mbështetem Allahu të më ruaj nga shejtani I mallkuar. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falni.
Pra do ta lexojmë lutjen para leximit të Kuranit. Edhe një herë. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Selami, paqja qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. O Allahu im, me të vërtet ti e ke zbritur Kuranin. O Allah, madhroje dëshirën ton ndaj teje. Amin. O Allah, bëre Kuranin dritë në shikimin tim dhe shefaat në zemrën time. O Allah, në largo brengat dhe dëshprimin nga ne. Amin. O Allah, zbukurona gjuhët tona me Kuran. O Allah, zbukurona fytyrat tona me Kuran. O Allah, forcona trupin ton me leximin e Kuranit. O Allah, forcoma leximin e Kuranit, bëje që të jetë peshoj e rëndë në peshorën tënde. Edhe njerë. O Allah, leximin e Kuranit peshoj e rëndë në peshorën time. O Allah, ma bën të mundshme leximin e Kuranit me respekt dhe edhe ditën edhe natën. O Allah, më ringjall me Kuranin, më ringjall me pejgamberin dhe familjen e tij të mirë, të zgjedhur dhe të pastër. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Vazhdojmë. Lexojmë me surën Bekare, ajeti 253, për ndryshe pjesa e 3 e Kuranit. Ata profet, i mbështetëm Allahu të më ruaj nga shejtani i mallkuar. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Ata profet ne i kemi dalluar disa nga të tjerët. Me disa prej tyre ka folur Allahu e disa i ka ngritur për disa shkallë. Dhe Isait, të birit e Merjemës, i kemi dhënë argumente të qarta dhe e kemi ndihmuar me Gjebrailin. Si kur të donte Allahu, ata nuk do të vriteshin. Si kur të donte Allahu, ata nuk do të vriteshin ndër veti pas tyre, pasi që u erdhën argumente të qarta, por ata u konfrontuan. Disa prej tyre besuan e disa mohuan, por si kur të donte Allahu, ata nuk do të vriteshin, por Allahu punon çka dëshiron vetë. O besimtar, shpërndanen një pjesë nga ajo me çka ju furnizojmë ne, para se të vi dita kur nuk do të ketë as shitje, as miqësi e as ndërmjetësim. Mirëpo mos besimtarët, ata janë mizor. Allahu është, nuk ka zot tjetër përveç atij. Allahu është i gjalli i përjetshëm. Nuk e ka plon kotja zgjumi, e tij është çka ka në qiej dhe në çka ka në tokë. Kush është ai që angazhohet për dikë te ai, te Allahu, pa lejen e atij? Ai e di çka është para tyre dhe çka është pas tyre. Dhe prej asaj që di ai, të tjerët din vetëm aq sa dëshiron ai. Kompetenca e tij ngërthen edhe qiejt dhe tokën dhe atij nuk i vjen rënd mbajtja e tyre. Ai është i lartë madhërisëm e i madh. Në fe nuk ka shtyrje me dhunë. Rruga e drejtë është dalluar shumë qartë nga ajo e pa drejta. Ai që nuk i beson tagutit, djallit,
por i beson Allahut, mbahet për lidhjen më të fortë që nuk ka të këputur, kurse Allahu dëgjon dhe sheh çdo sen. Dhe kur Ibrahimi tha, o Zoti im, më trego si ngjall të vdekurit, ai i tha, a nuk besona? Po si jo, tha ky, por që të më qetësohet zemra. Merri, i tha, 4 zogj dhe prej dhe nga një copë të tyre vëri në kodra të ndryshme e pastaj thirri. Për një herë kanë për të ardhur. Dije se Allahu është i fortë dhe i urtë. Ata të cilët pasurinë e vete shpenzojnë në rrugë të Allahut, i ngjajnë shembullit të një kokëre prej të cilës mbijnë 7 kallinje, e në secilën kalli ka 100 kokëra. Dhe Allahu ja shumëfishon kujt do ai. Allahu ka horizont të gjerë të dijes. Ata të cilët shpenzojnë pasurinë e vetë në rrugë të Allahut, e pastaj atë çka e shpenzojnë nuk e përcjellin me përgojime e shqetësime, shpërblimi atyre është Zoti i tyre dhe për ata nuk ka frikë as pikëllim. Fjala e mirë dhe falja janë më të mira se një lëmosh të cilën e përcjell shqetësimi. Allahu është i pavarur dhe i butë. O besimtar, mos e prishni lëmoshën tuaj me përgojime dhe ofendime, sikur ai që shpenzon pasurinë e vet për sy e faqe para njerëzve dhe nuk i beson Allahut e as botës tjetër. Ai ngjan atij shkrepit mbi të cilin ka pak dhe andaj kur e godit rrëmuja me shi, e lë lakoriq. Ata nuk do të fitojnë kurrfar shpërblimi për atë çka kanë bërë, dhe Allahu nuk përudh popullin mosbesimtar. Kurse ata që shpenzojnë pasurinë e vetë me dëshirë që të mbërrin kënaqësinë e Allahut dhe që ta forcojnë vetveten, i shembullojnë një kopshtit në rrafshnalte kur bie shi, andaj dhe jep fryt të 2 fisht. Nëse nuk ka shi të mjaftueshëm, rrigon ose ka ves. Allahu sheh se çka punoni. A dëshiron dikush prej jush të ketë një kopsht plot me pemë e hardhi, ku rrjedhin lumenjet dhe ku ka fruta të ndryshme, dhe gjen pleqëria me fëmijë të vegjël, e pastaj ta godit rrëmuja me zjarr dhe të digjet? Ashtu Allahu ju asharon argumentet, ndoshta keni për të menduar. O besimtar, shpenzoni nga ato gjëra të bukura që i fitoni dhe prej atyre që u japim nga toka. Mos nisni të ndani atë që nuk vlen të shpërndahet, ju që vetë nuk do ta kishit marrë, përveç kur nuk sheh. Dhe ta dini se Allahu është i pavarur dhe i denjë për lavdat. Djalli ju premton varfëri dhe ju urdhëron të bëni paudhësi, por Allahu ju premton falje dhe mëshirën e tij. Allahu është me dieni të gjerë. Ai jep urtësi kujt të do. Atij të cilit i jep urtësi, i është dhuruar mirësi e pamatur. Këtë mund ta kuptojnë vetëm të mençurit. Për gjithçka që shpenzoni ose që e premtoni, Allahu me siguri e di atë. Dhe për mizorët nuk ka ndihmëtar. Bukur është kur jepni lëmosh haptazi, por është më mirë për ju nëse ja jepni të varfërve
lëmoshën shehurazi. Dhe ai do t'u ambuloj disa vepra tuaja të këqija. Allahu është informuar se që bëni. Nëse është puna e jote për udhja e tyre, sepse Allahu për udhë këtë dojë, ai çka do që shpenzon nga mirësia e keni për vete, dhe ju çka do që të jepni të tjerve, le të jetë vetëm për hir të Allahut, dhe ajo që shpenzoni për të mirë, do t'ju kompenzohet dhe nuk do të jeni të dëmtuar. Të varfërit të cilët janë të angazhuar në rrugë të Allahut dhe nuk mund të fitojnë, i pa informuari i konsideron këta si të pasur. Për shkak të modestisë së tyre, do t'i njohish sipas pamjes së tyre, ata nuk u mërziten njerëzve duke lypur. Dhe çka do që të jepni për të mirë, Allahu me siguri e di. Ata që shpërndajnë pasurinë e vetë natën edhe ditën, shehurazi dhe haptazi, ata e kanë shpërblimin e vetë të Zoti i tyre dhe për ata nuk ka as frikë, as pikëllim. Ata që hën kamatën do të ngrihen sikur që do të ngrihet ai të cilin e ka përflakur dhe e ka prekur djalli, për shkak se kanë thënë, edhe tregtia është një lloj sikur kamata. Mirë po Allahu e ka lejuar tregtin dhe e ka ndaluar kamatën. Ati që i vjen një këshill nga Zoti i tij dhe heq dorë, i takon ajo që e ka fituar më parë. Çështja e tij është tek Allahu, por kush e përsërit, e ata janë banor të xhehenemit, ku do të mbesin përgjithmonë. Allahu e zhduk kamatën dhe e shton lëmoshën. Allahu nuk e do asnjë mosbesimtar mëkatar. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira dhe e kryejnë namazin, e japin zekatin, ata i pret shpërblimit e Zotit i tyre dhe për ata nuk ka frikë, as pikëllim. O besimtar, friksohuni Allahut dhe nëse jeni besimtar, hiqni dorë nga ajo që ka mbetet prej kamatës. E nëse nuk e bëni këtë, atëherë i shpallni luftë Allahut dhe profetit të tij. Por nëse pendoheni, ju takon ai ka e pasurisë suaj. Askë nuk e dëmtoni, e as jeni të dëmtuar. E nëse është ngushtë, pritne derisa të çlirohet, por dine është më mirë nëse e falni. Fjala është për borxhlinjët. Dhe friksohuni ditës kur do t'i ktheheni Allahut, kur secilit do t'i paguhet ajo që e ka merituar. Askush nuk do të jetë i dëmtuar. 282 është verseti më i gjatë në Kur'an, i vetmi. Një verset, një fjali, pra një ajet është një faqe e Kuranit. Kjo ka të bëj për borxhin, ata që japin borxh, ata që marrin borxh, për kontratat, lidhjet e kontratave. Prandaj, nëse për shembull unë të kam pas ty borxh, edhe nuk kemi marrë me shkru, nëse unë vdes dhe ti shkon të djali jem, edhe ja kërkon borxhin, djali jem nuk është obligativ me kthy borxhin tim, përveç nëse ka pas letër, kontrat. Vazhdojmë. O besimtar, kur merrni hua njëri nga tjetri, për afat të caktuar, shkruane urdhëra
Dhe një shkrues nga ju le të shkruaj drejt dhe le të mos nguroj të shkruaj ashtu si e ka mësuar Allahu. Ai le të shkruaj, kurse ai që ka obligim borxhin le t'i diktoj dhe le t'i friksohet Allahut. Pra, ai që jep borxh duhet të shkruaj me dorën e vetë, ndërkaq ai që merr borxhin duhet ta lexoj, pastaj normal nënshkruhet. Pra, ai le të shkruaj, kurse ai që ka obligim borxhin le t'i diktoj dhe le të friksohet Allahut, Zotit të vet, dhe asgjë le të mos lën mëngut prej saj. Po ai që ka obligim, nëse është mendje mangët i marrë, ose i dobët, ose nëse nuk është në gjendje të diktoj, atëherë le të diktoj kujdestari i tij, por drejt dhe me besnikëri. Dhe sillni 2 dëshmitar, 2 meshkuj nga ju, e nëse nuk ka 2 meshkuj, atëherë 1 mashkull e 2 femra, me dëshmin e të cilëve jeni të kënaqur. Nëse njëra prej atyre harron, le ta përkujtoj tjetra. Dëshmitarët duhet të përgjigjen në çdo thirrje. Gjithashtu, mos keni droj që ta detajizoni me shkrim, qoftë pak ose shumë, me shënim të afatit për kthim, pra ta detajizoni. Ajo është më e drejta Allahu dhe më e fortë për të dëshmuar dhe ka më pak mundësi për të dyshuar, përveç se nëse është tregti e ditës, me sende që i përfitoni dorë me dorë. Atëherë nuk keni mëkat edhe nëse nuk i shënoni. Merrni dëshmitar kur lidhni kontrata të shitblerjes dhe të mos jeti dëmtuar as shkruesi, as dëshmitari. Por nëse e bëni atë, e dëmton ndonjërin prej tyre, ajo është me siguri gabim nga ana juaj. Friksohuni Allahut. Allahu ju mëson, Allahu për çdo send di. Nëse jeni në rrugë e nuk gjeni shkrues, atëherë merrni peng, kapar, dhe nëse njëri te tjetri siguroni diçka, ai le të arsyetoj besimin e shprehur dhe le t'i friksohet Allahut, Zotit të vet. Dhe mos e fshehni dëshmin, se kush e fsheh atë, ai ka zemër mëkatare, kurse Allahu e di çka punoni. Të Allahut janë gjithçka, ka në qiell dhe në tokë. E shprehet ju atë çka mbani në shpirt apo e fshehet, Allahu për atë do të kërkoj llogari. Kujt të doj ia fal dhe e dënon, këtë doj. Allahu ka mundësi për çdo send. Profeti beson në atë çka i shpallët nga Zoti i tij. Edhe besimtarët besojnë, se cili beson Allahut dhe engjëjve të tij, edhe librave të tij, edhe profetëve të tij. Ne nuk dallojmë asnjë nga profetët e tij. Dhe thanë, dëgjuam dhe ju bindëm, na fal o Zoti ynë, te ti do të kthehemi. Allahu askë nuk e ngarkon për te mundësive të veta. Është në dobi të tij e mira që e bën, kurse e keqja në dëm të tij. O Zoti ynë, mos na dënon nëse harrojmë, ose gabojmë pa qëllim, mos na ngarko barën që a ke ngarkuar atyre përpara nesh. O Zoti ynë, mos na ngarko për detyrë atë për çka nuk kemi mundësi. Shlyej mëkatet tona dhe na fal, dhe ki mëshirë ndaj nesh. Ti je Zoti ynë, andaj na ndihmo kundër popullit
mos besimtar. Fjala e Zotit e lartësuar është e vërtetuar. Mbaroj surja Bekare, tani po filloj me surën Imran. Përndryshe, një pjesë, një gjuz i Kuranit i ka 10 flet, 20 faqe. Ne, me këtë lexim të rjedhshëm, neve po na merr kohë një orë. Bismillahirrahmanirrahim, surja Ali Imran, familja e Imranit. Në emër të Zotit të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. Elif Lam Mim, janë 3 shkronja. Allahu është një, nuk ka Zot përveç atij, i gjalli dhe i përjetshmi. Të shpallëm ty librin me të vërtetën që i vërteton të mëparshmit. E ka shpallur Tevratin edhe Injilin. Më përpara, si udhërëfim njerëzve, ai e ka shpallur edhe Kuranin. Ata që nuk besojnë ajetet e Allahut kanë dënim të rëndë. Allahu është i fortë dhe i rrept. Për Allahun nuk ka asgjë të fshehur, as në tokë e as në qiell. Ai ju formëson në amëza si dëshiron. Nuk ka Zot tjetër përveç atij, të fortit dhe të urtit. Ai është i cili të shpall librin ku ka argumente të qarta. Ato janë ajka e librit, kurse të tjerët janë alegorik. Ata, zemrat e të cilëve janë të prishura, pasojnë ata që janë më pak të qarta, alegorik, nga prirja për ngatresa dhe komentime tendencioze. Pra ata që i kanë zemrat e prishura, anojnë ma shumë t'i marrin, t'i komentojnë me tendencat e tyre, versetet që janë ma pak të qarta. Por komentimin e tyre e di vetëm Allahu, kurse ata që janë të thelluar mirë në dije thonë, ne i besojmë atij, e tërë kjo është nga Zoti ynë, dhe vetëm të pajisurit me mend e kuptojnë, pra Kuranin. O Zoti ynë, mos i lejo zemrat të largohen pasi që na ke udhëzuar, dhe shpërblena me mëshirën tënde, ti je me të vërtet shpërblyes i madh. O Zoti ynë, ti do t'i të bosh njerëzit në një ditë për të cilën nuk ka dyshim. Allahu me siguri nuk e ndryshon premtimin. Amin. Gjithmonë kur ta lexoni në gjuhën arabe ose dëgjoni ja Rab, do me thënë o Zoti im, dhe në atë moment i ngreni duart sepse ajo është lutje. Është lutje e Zoti thot, derisa e keni Kuranin të hapur, dhe luteni Zotit, lutja juaj është e pranuar. Prandaj mos hezitoni, derisa unë e lexoj lutoni Zotit, t'ju vetë dijesoj dhe t'ju mbarsoj me dituritë e shejta kuranore. Ata të cilët nuk besojnë, nuk i mbron dot asgjë nga dënimi i Allahut, as pasuritë e tyre e as fëmijët e tyre. Ata janë dru për zjarr. Janë në pozitën e familjes së faraonit, jo se faraonit. Janë në pozitën e familjes së faraonit dhe të atyre përpara tyre. Kanë përgënjeshtruar ajetet tona. Prandaj Allahu i rrëmbeu dhe i zhduk për shkak të mëkateve të tyre. Allahu është ndëshkimtar. Thuaju, atyre që nuk besojnë, do të jeni të mundur dhe të tubuar bashkë në xhehenem. Sa vendi të mërshëm është. Keni një argument për model.
dy grupet që u kacafytën, njëri grup që luftonte në rrugën e Allahut dhe tjetri mos besimtar, të cilit ju duk se ka përpara vetes dy herë më tepër kundërshtar dhe Allahu me ndihmën e vet për krah këdo. Në këtë ka me të vërtet mësim për ata që shohin. Njerëzve u është zbukuruar dëshira për epshe dhe dashuri për gratë, djemt, grumbujt e arit dhe të argjendit, edhe kuajt e bukur edhe kafshët e arrat. Ajo është kënaqësi e jetës në këtë botë, por vendëkthimi më i mirë është te Allahu. Thuaj, a t'ju tregoj çka është më mirë se ato? Ata të cilët janë të devotshëm kanë te Zoti i tyre xhennete, ku do të rrjedhin lumenje e aty do të mbesin përgjithmonë, edhe bashkëshorte të pastra dhe kënaqësinë e Allahut do ta kenë. Allahu i sheh shumë mirë robërit e vet. Ata të cilët thonë, o Zoti ynë, ne me të vërtet besojmë, prandaj na falë mëkatet tona dhe mbrona prej dënimit me zjarr. El Gauth, El Gauth, El Gauth, khalisna minan nari, ja Rabb. Të dërueshmit edhe të sinqertit, edhe të dëgjueshmit edhe ata që japin lëmoshë, dhe të cilët kërkojnë falje në orët e vona të natës. Allahu e ka dëshmuar se nuk ka Zot tjetër përveç atij, edhe engjëjt dhe të diturit, me veprim të drejtë, nuk ka Zot përveç atij, të fortit dhe të urtit. E vetmja fe e drejtë tek Allahu është feja islame, kurse ata të cilve u çedhën libri pasi që u erdhën njoftimi, u larguan për shkak të egoizmit ndërmjet veti. Kush i mohon argumentet e Allahut, ani se Allahu është i shpejtë në llogaritje. Nëse të kundërshtojnë, thuaj, unë dhe kush më pason mua vetëm latë madhërisë Allahut i përulemi. Dhe thuaju atyre të cilve u është dhënë libri edhe analfabetve, a e pranoni fen islame? Nëse pranojnë fen islame, janë të përudhur, por nëse refuzojnë, e jotja është vetëm t'i bësh me dije, e Allahu i sheh mirë robërit e vetë. Ata të cilët i mohojnë argumentet e Allahut dhe i mbysin profetet pa fije të fajit, madje i mbysin edhe ata të cilët kërkojnë nga njerëzit të veprojnë drejt, njoftoj për dënimin e dhëmshëm. Ata janë veprat e të cilëve nuk vlejnë as në këtë botë, as në botën tjetër. Ata nuk do të kenë asnjë ndihmëtar. Jahudit, jevrejt kanë qenë një prej popujve që më shumë t'i kanë mbyt pejgamber, sepse si që dim pejgamber ka pas me mia prej tyre. Vazhdojmë. A nuk i sheh ata të cilve u ishte dhënë një pjesë e librit që po thirren te libri i Allahut që të gjykojnë ndërmjet tyre, e një grup prej tyre kthejnë kryet në anën tjetër dhe refuzojnë. Për shkak se thonë, zjarri nuk na prek neve, me përjashtim të disa ditëve të caktuara. Ata i mashtron në fenë e tyre mua ajo që e trillojnë. E çka do të bëhet atë ditë në të cilën nuk ka fare dyshim, kur do t'i të bëjmë dhe secili të marrë atë që meriton dhe nuk do të bëhet as pak pa drejtësi.
thuaj, o Allahu im, ti që e ke tërë pushtetin, i jep pushtet kujtë do dhe i merë kujtë do ti e lartëson këdo dhe e poshtron këdo, në dorën tënde është mirësia, ti me të vërtet ke mundësi për çdo send, o Allah. Ti e lidh natën me ditën. E lidhe natën me ditën, e bën të gjallin nga jo i gjalli, kurse të gjallin e bën të vdekur. Ti furnizon pa kufi këtë duash. Na furnizo, o Allah. Gjithmonë lidhuni me Kuranin kur e lexonin gjuhën shqipe. Se Kurani është për të kaluarën, për të tashmen dhe të ardhshmen. Është mësim, është këshill, është lutje. Besimtarët mos të marrin për miq mos besimtarët kur kanë besimtar, sepse kush vepron kështu nuk ka asgjë nga ndihma e Allahut, përveç nëse seriozisht friksoheni prej tyre. Allahu ju afron kujdesin e vet dhe te Allahut është caktu. Vetë dhe te Allahu është caktu. Allahu ju afron kujdesin e vet dhe te Allahu është caktu. Kjo është për presidentët, për kryeministrat. Nëse keni besimtar, mos i merrni për miq jo besimtarët. Thuaj, o e fshehët ju atë çka keni në krahërorët tuaj, o e shfaqet ju haptazi, Allahu atë e di. Ai e di çka ka në qiej dhe në tokë. Allahu ka mundësi për gjithçka. Atë ditë kur secili njeri e gjen para vetes se çka ka punuar mirë dhe çka ka bërë keq, do të dëshirojë që ndërmjet asaj dhe atij të ketë një largësi të madhe, ndërsa Allahu ju afron kujdesin e vet. Allahu është i mëshirshëm ndaj robërve të vet. Thuaj, nëse e doni Allahun, pasomni mua, edhe juve Allahu do t'ju doj dhe do t'ua fal mëkatet. Allahu fal dhe është mëshirëplot. Pra profeti thot, nëse e doni Allahun, pasomni mua, e para se me ndru jetë, pra pasone profetin Muhammed, e 72 ditë para se me ndru jetë, profeti la amanet, men kuntu me vle fe hadha alijun meula, kush më ka njoftur mua si prijes udhëheqës, që duhet pasuar, mas meje keni Alijun. Imam Alijun. Kjo është e lidhur me Kur'an. Edhe një herë përsërisim shumë ajeti mbukur, shumë ajeti mirë. Gjithashtu amaneti ishte, po ju lë 2 gjëra, nëse dëshironi të jeni të shpëtuar, të mos jeni të humbur, po ju lë amanet 2 gjëra, të rënda për t'i pasur, për t'i mbajtur, për të ëmbla udhërëfim për juve. Ato janë Kitabullah wa itratu ahlul bejt, rruga e libri Allahut dhe familja ime. Nëse ne duam ta pasojmë dikë, dua ta pasojmë edhe me fjalet e tij. Prandaj është obligim pa marrë parasysh cilit sekt, cilit drejtim, sunni, shia i takojmë, ne kemi obligim ta pasojmë. Nëse duam Allahun, pasomni mua, pasoni pejgamberin Muhammed. Edhe juve Allahu do t'ju doj, edhe do t'ju fal mëkatet. Allahu fal dhe është mëshirëplot. Prandaj shikone kush e ka pasu, kush e ka helmu, kush e ka myt dhe kush e ka masakru familjen e profetit Muhammed. Thuaj, për ullën i Allahut edhe profetit, por nëse ja ktheni shpinën, ani, se Allahu me të vërtet nuk i do mos besimtarët,
Nëse ja kthen shpinën, ti je mos besimtar. Badiava që ke thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ti nëse ja ke kthy shpinën, ja ke kthy edhe fjalën e profetit. Pra nuk e ke pasu profetit. Vetëm e kiq aty një formul, unë jam musliman, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Allahu me të vërtet e ka zgjedhur Ademin edhe Nuhin edhe familjen e Ibrahimit edhe familjen e Imranit prej të gjithë të tjerëve, si pasardhës të njëri tjetrit, dhe Allahu dëgjon edhe di shumë. Kur gruaja e Imranit, nëna e Merjemës pra, tha, o Zot, unë po ta kushtoj ty me gjithë zemër këtë që është në barkun tim, prandaj pranoje prej meje, se ti me të vërtet dëgjon dhe di shumë. Në barkun, fetu se ka pas, ende fosh një mrenda barkut, thot o Zot, këtë vlat ko me ta dhënë ty në tempull, në xhami, me të shërbim ty, se ka ditë që është femër, po ka mendu se është djalë. E kur e lindja të tha, o Zoti im, unë kam lindur femër, por Allahu e di mirë se çka ke lindur. Dhe mashkulli nuk është sikur femra. Unë i avura emrin Merjem, atë dhe e pjellën e saj unë po e lë në mbrojtjen tënde prej djallit të mallkuar. Pra, pjellën e saj, pra, do ta lë Zoti Merjemën dhe pjellën e saj, Isën a.s. do ta lë në mbrojtje prej djallit të mallkuar. Dhe Zoti Isa e pranoi me ëndje atë, pra Merjemën, dhe e rriti mirë dhe i la në bes Zekeriaut, profetit Zekeria. Agja i ti ka qenë. Sa herë që hynë të Zekeria të ajo në tempull, gjenë të ushqim të ajo. Prej nga kjo i Merjeme, i thoshte, kurse ajo i përgjigjej, prej Allahut, Allahu më furnizon pa mas, këdo e furnizo pa mas. Aty Zekeria i u lut Zotit të vetë, se Zoti Zekeria i moshuar e nuk ishte fëmijë. Edhe gruan e moshuar nuk ishte fëmijë. Dhe tha, pasi që Allahu po mund ka me furnizu në pik dimrit një vajzë dvogël Merjemen mrenda në tempull, atëherë thot o Zot ma falë dhe mu një vlat. Kjo është surja Imran, surja 3, ajeti 38, për ata që nuk kanë fëmijë, kjo sure, edhe për ata që falin namazet, që nuk falin namaz, po ata që falin namaz dhe dëshirojnë mu lut për me pas pasarësit e mirë, një pas të një pa mesa fëmijët e vetë, këtë e lexon 7 herë në sejdë në namaz. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka as-sami'ud du'a. Luteni të gjithë për familjet e juaja. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka as-sami'ud du'a. Që do me thënë? Aty Zekeria kur e pa që Merjemja i kanë ardhë pemë, perime, prej qiellit, atër thot, ua, pse mos me ma dhënë mu Zoti një evlat në pleqëri? Aty Zekeria ju lut Zotit të vetë, o Zot, tha, më dhuro pasardhës të mirë, me mirësin tënde, ti me siguri dëgjon lutjen time, innaka as-sami'ud du'a. Dhe derisa i lutej në tempull, në këmbë engjujt e thirrën, Allahu ty të përgëzon, të jep myshde me Jahjaun, i cili vërteton fjalën e Allahut, zotëri me famë dhe profet nga të mirët. Me njëherë me laçët ja pranojnë lutjen. O, Zot tha, si do të kem djalë në këtë moshë të shtyrë, madje dhe gruaja ime është shterp. Ja, ashtu tha, Allahu bën çka të doj. Kjo është mrekullia e Allahut. Po na sa e besojmë, aq na ndodh. Na nuk e besojmë, s'kemi kapacitet për me na përqafu mrekullia e Allahut. O Zot, tha ai,
Si do të kem një djalë në këtë moshë të shtyrë, madje edhe gruaja ime është shterp. Ja, ashtu tha Allahu bën çka të doj. O Zot, tha ky Zekeria, më jep ndonjë shenjë, o Zot, që është e vërtet kjo që gruaja ime është atzan. Shenja jote tha, jo, më falë, kjo është rasti i Merjemës tash. Merjemja kur e lindi vajzën, dhe i djalin Isaun a.s. edhe donte më mbrojt për njerëzve, edhe i tha, o Zot, tha, si do të, jo, o Zot, estakfirullah. O Zot, tha ky, më jep ndonjë shenjë. Shenja jote, tha, është ajo që 3 ditë nuk do të flasësh me njerëz, vetëm se me shenja, por përmende shpesh Zotin tënd dhe lartësoje në mbrëmje dhe në mëngjes. Kjo pra ishte shenja për Zekerien a.s. 3 ditë mos me fol me njerëz, edhe nëse ka pas nevojë me fol, duhet me shenja. Te na është agjërimi mos me hangër, mos me pi, te krishterët, te jevret është mos me fol. Plus mos me hangër, mos me pi. Dhe kur engjujt i than, oj Merjeme, ty të ka zgjedhur Allahu edhe të ka pastruar e të ka zgjedhur nga tërë gratë e botës. Oj Merjeme, je për ullur nga Zoti, ndaj Zotit tënd, dhe bëni sejdë dhe falu me ata që e kryen të falurit, namazin. Ortodoksët e kanë sejdën, te katolikët nuk e kanë sejdën, sepse kanë disa tash mos tym në ato rende. Mirë po, katolikët ortodoks, ata bien tamam sejdë si muslimanët. Këto janë informata të fshehta që po t'i shpallim ty. Ti nuk ke qenë të ata kur i hudhën pendat e tyre për short, për të parë se cilit prej tyre do t'i lihet në besim Merjemja, dhe ti nuk ishe me ata kur shtyheshin ndër veti, dhe kur engjëjt i thanë, oj Merjeme, Allahu të përgëzon me fjalën e vetë se emrin do ta ketë Mesih, Isa, biri i Merjemës, faqe bardhë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe do të jetë njeri nga të afërmit. Shikoni që thot Kurani për Jezusin, për Isën, sa bukur e përshkruan. E pastaj pasusit e krishterë mundohen me na fy, me na sha profetin ton. Po jo të gjithë, ata ignorantët. Ai do të flas njerëzve qysh në djep, por edhe si i rritur dhe do të jetë nga të mirët për Isën. Ajo tha, o Zot, po si do të kem unë fëmijë kur nuk më ka prekur njeri? Që, kështu tha Allahu. Allahu krijon çka të doj. Kur vendos diçka, ai vetëm i thot, kun feje kun, bëhu dhe ajo bëhet. Ja kthem përgjigjen me laçet, a? Do me thënë, qa e mërmendja? Merjemja po fol me engjëjt, po fol me Zotin. E dikush e paraqet një pikpyetje, thot, a ka pejgamber, femër? Qa po ja mërmendja? Disa dietarë thënë, po, Merjemja ka qenë pejgamber. Disa. Sepse ka fol me Zotin, me engjëjt, kush mundet me fol? Vetëm profetët. Dhe e bën profet për izraelitët. Jo. Bëhu. Edhe ja mësoi të shkruarit dhe urtësin, të Veratin dhe Injilin, dhe e bën profet për izraelitët. Po ju sjell një argument nga Zoti juaj. Do t'ju bëj diçka nga argjili në formë të zogut, dhe do t'i fryej e ai do të bëhet zog i vërtet me vullnetin e Allahut. Do t'i shëroje edhe të verbërit që kanë lindur.
ashtu edhe të zgjebosurit do t'i shëroj, madje me lejen e Allahut do t'i ngjall të vdekurit, do t'ju tregoj çka hani dhe çka fshihni në shtëpi tuaja. Ajo do të jetë me të vërtet argument për ju nëse jeni besimtar. Këto i tregon mrekullitë e Jezusit, Isës a.s. Mesihit. Edhe si dëshmues i asaj që është shpallur në Tevrat përpara meje dhe do t'ju lejoj diçka që ka qenë ndaluar për ju, dhe ju sjell argument nga Zoti juaj, prandaj friksohuni Allahut dhe nderoni mua, më nderoni mua. Allahu është me të vërtet Zoti imi dhe Zoti juaj, andaj e adhurone, kjo është rrugë stabile. Ky verset kuranor është i njëjti edhe në Bibël. Zoti im, unë thot jam profet dhe Zoti është imi dhe juaj. Nuk thot djali Zotit. Dhe kur Isa e hetoi se ata nuk do të besojnë thirrri, kush do të jetë ndihmëtarët e mi në rrugë të Allahut? Ne than besimtarët, ne jemi ndihmëtarët tuaj për hir të Allahut, ne i besojmë Allahut dhe ti dëshmoje se ne jemi një mend musliman, që do me thënë musliman të përullur, por kjo është fjala musliman është në gjuhën arabe, që do me thënë këtu nëse përkthejnë, Isa qenë ka musliman. Jo, ose Ibrahimi a.s. thot, bani pasarësit e mi që të jenë ene minel muslimin, unë jam prej muslimanve. Ibrahimi shumë largë nga profetët tjerë, po fjala musliman do me thënë në nështruar. Kështu që na muslimanët ndonjëherë jemi fanatik, edhe nuk duam ta përkthejmë as fjalën paqe, islam, sepse ti ma shumë e përfshin komplet sistemin, rruzullin toksor, kur thua feja ime është feja paqe, e paqes. Nuk thush islame, sepse islam, krishterizëm, jahudizëm, jevreizëm, krejt këto njerëzit i kanë bërë. Jo Allahu. Allahu edhe Isën thotë, ne i besojmë Allahut dhe do të dëshmojmë se ne jemi një mend musliman. Përkthyesi e ka bën musliman, po u desht të nënshtruar. Vazhdojmë. Edhe një faqe 2, 3. Mirë. 4. O Zoti ynë, ne i besojmë asaj që e ke shpallur ti dhe kemi pasur profetin, prandaj na shkruaj me ata të cilët e dëshmojnë. Dhe bën kurtha, por Allahu u akthen një lloj, kurthën për kurth. Allahu i bën më së miri. Kur Allahu i tha, o Isa, unë ty do të bëj të ndërrosh jetë dhe do të marr tek unë dhe do të shpëtoj nga mosbesimtarët dhe do të bëj që thtarët e tu të jenë më lartë se mosbesimtarët deri në ditën e Kiametit. Pastaj të gjithë do të ktheheni tek unë dhe do t'ju gjykoj për atë përse jeni konfrontuar. Sa për ata të cilët nuk besojnë, do t'i dënoj me një dënim të rëndë në këtë dhe në botën tjetër. Për ata nuk ka ndihmëtar. Ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ai do t'u paguaj shpërblimet atyre. Allahu nuk i do mizorët. Këto që po t'i recitoj janë nga ajetet e Kuranit të urtë. Rasti i Isait tek Allahu është një lloj sikurse rasti i Ademit. E krijoi nga dheu e pastaj i tha bëhu dhe bëhet. E pra edhe Meriemën e krijoi në barkun e Meriemës dhe i tha bëhu dhe bëhet. Nuk u desh të kishte burr. E vërteta është nga Zoti yt, prandaj mos dysho. E kush të kundërvihet, lidhu
me këtë, pasi që të erdhi ditunia thuaj, Ejani do t'i therasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, edhe gratë tona edhe gratë tuaja, madje edhe ne me gjithë ju bashkë do të lutemi dhe me gjithë zemër të hedhim mallkimin e Allahut mbi përgënjeshtarët. Ky verset i surës 3, ajeti 61 ka zbrit për Ehli Bejtin, kur familjen e profetit, kur krishterët, edhe pse profeti krejt që të gjana ja ka të regu krishterëve, prift të rinjeve, në surën Imran, baba i Merjenmes emrin e ka pas Imran, dhe krejt këto gjanat ja ka të regu deri tash që e lexova, edhe ata prap janë konfrontu. Atër profeti u lodh, duke i spjegu, tha, qka i tha Zoti, okej, tha, kërkoje mallkimin, mubakhila, e kërkon mallkimin, edhe sot mundesh me kërku mallkimin, kur e kini të vërtetë, dini të vërtetë, edhe dikush po thot, jo ti po rren, edhe ti jenë rrezik, atër mere Kuranin, mere qite dorën edhe kërkoje mallkimin, kush është me të vërtetën, le të shpëtoj, kush është me gënjeshtrën, le ta mallkon, aty për aty ka me mallku Zoti. Prandaj, nuk i besonin mua profetit Muhammed, u dëshpëru edhe profeti, tha, a nuk po di unë me ja shpjegu këtyre të krishterëve, izraelitëve, nuk po di unë me ja shpjegu, apo ata vetëm po më konfrontohen, vetëm po më kundërshtojnë. Atër Zoti tha, e kush të kundërvihet lidhu me këtë, banja një lidhje, një beslidhje. Pasi që të erdhi ditunia thuaj, merrni po thot ju, thërrisni bijtë e juj, priftave, po thot, merrni ju djemtë e juj, bijtë e juj, edhe vajzat e juja, bijat e edhe gratë e juja, edhe gratë tona, madje edhe ne me gjithë ju, edhe profeti Muhammed edhe priftat bashkë edhe na, merrni ju familjet edhe na, po shkojmë, po lutemi me gjithë zemër, e ta hedh mallkimin e Allahut mbi përgënjeshtarin. Të nesërmen të gjithë o gjallarët e din këta, edhe prapë thënë nuk është kjo Ehli Bejti, janë edhe gratë. Jo, nuk janë gratë, sepse të nesërmen profeti e kish kap Hasan Huseinin për dore, nipat e vetë, Fatimen edhe Aliun anash ti. Dhe shkun mu konfrontu me priftat e kanë lënë fjalën në filan vendin, me kërku mallkimin. O Zot, kush është me të gënjeshtrën, e ta mallkon Zoti. Kur e pan priftat që ky i ka marrë më të afërmit, më të dashurit, asnjë gruas ka marrë, ka marrë çikën e vet, pra gruan e Imam Aliut. Pra asnjë grua tjetër, as Aishën, as Hafsën, as kërkon se ka marrë. Atëherë kur e pan ata po thotë, ua, ky Muhamedi ka ardhur me të vërtetën, me gratë, me gruan, me vajzën, me më të afërmit, po e lyp mallkimin. Do më thonë, kjo është shumë i bindur që është me të vërtetën, priftat si e pan që i ka marrë më të dashurit e vetë, Fatimen, Aliun, Hasan Huseinin edhe vetë profeti, ata hikën, sepse u tutën që do t'i kap mallkimi. Pra, mos harroni se shpeshherë pyetni ku është përmend Ehli Bejtin Kur'an. Ja, surja 3, ajeti 61. Ky është pa dyshim rrëfimi i vërtet dhe nuk ka ndonjë tjetër Zot përveç Allahut. Allahu është një mend e fortë dhe i urtë. Po nëse ata kthejnë kryet në anën tjetër, ani, Allahu me siguri di mirë nga trestarët. Thuaj, o i thtarët e librit, do më thënë krishterët e jevrejt asaj kohe. E ani të bijem në një fjalë të përbashkët, edhe për ne edhe për ju, që të mos adhurojmë tjetër përveç Allahut, mos adhuroni Jezusin si djali i Zotit. As një sen të mos i bëjmë shok dhe mos të trajtojmë njëri tjetrin si zotër në vend të Allahut. Mos të bëhemi qatë shumë të shenjtë si Zot me trajtu Isën. E nëse ata kthejnë kryet anashtuani, dëshmone se një mend jemi musliman. Na dëshmojmë se na jemi musliman, e ju mos besoni. O i thtarë të librit, pse po ziheni rreth Ibrahimit, po a nuk janë shpall pas ti të vrati edhe Injili, nuk merrni vesh ju?
Ju jeni ata që diskutoni për çështjet për të cilat nuk dini. E pse diskutoni për gjëra që nuk i dini? Allahu i di, por ju nuk i dini. Ibrahimi nuk ishte as hebrej, as i krishter, por vetëm musliman. Prap, e ka përkthy musliman, po dojnë me dominu muslimani, por vetëm përktheje zotëri Feti Mehdiu, çka do me thonë musliman, po ishte vetëm i nënshtruar. Prandaj, kujdes, po si do qoftë. Bes të drejtë dhe nuk ishte politeist. Pra, këtu shkron musliman. Do më thonë, Ibrahimi nuk ishte as hebrej, as i krishter, por vetëm musliman, i nënshtruar. Bes të drejtë dhe nuk ishte politeist. Më të afërt te Ibrahimi janë ata të cilët ndoqën rrugën e tij, edhe ky profet, edhe ata që kanë besuar, dhe rrugën e këtij profetit dhe atyre që kanë besuar, ndërka që Allahu është dashamiri besimtarve. Një grup nga hithtarët e librit, kur thush hithtarët e librit, aty janë israelitët e asaj kohe, se prej israelitët dalin edhe krishterët. Prandaj krishter, hebrej, këto janë termet e mëvonshme. Presin që të një grup nga hithtarët e librit menzi presin që të shpjejnë në rrugë të pakrye, por ata nuk ju humbin dot përveç vetës, por nuk e hetojnë. O hithtarët e librit, pse i mohoni argumentet e Allahut, kur e dini mirë se janë të vërteta? O hithtarët e librit, krishterë e evrej, pse maskoni të vërtetën me të pavërtet dhe fshihni me vetdi realitetin? Allah i thot, një grup nga hithtarët e librit tanë besone atë që ka u shpallur besimtarve para dreke, kurse pas dreke mohone, ndërshta edhe ata do të kthehen. Ka pas edhe atë para dite kanë besu, mas dite kanë mohu. Dhe mos i besoni tjetër kujt përveç atyre. Ju lutëm boni like, boni like se po mendon TikToki që s'jemi aktivi, ju lutem, hajde boni sevap se nëndia juaj po zgjohet, dashuria ndaj Zotit po zmadhohet, ndaj Kuranit, ndaj Ehli Bejtit. Prandaj mos u habitni kur nesër Zoti kam ju gëzu me të mirat e tij. Vazhdojmë. Dhe mos i besoni tjetër kujt përveç atyre që pasojnë fenë dhe thuaj, udhëzimi është udhëzimi i Allahut. Mund t'i jepet edhe ndonjë tjetri, ashtu si që është dhënë edhe juve, ose ata do t'ju kundërvihen te Zoti juaj. Ti thua ju, dhuntit janë vetëm në dorë të Allahut, ai i jep kujt të dojë, Allahu është gjithdijshëm. Pra mund t'i jepet edhe dikujt tjetër, jo vetëm juve më u dhënë Tevratja dhe Zeburi, po edhe neve muslimanëve me na u dhënë Kurani. Oh, Allah. Ai veçanërisht të shpërblehet me mirësinë e vet këtë të dojë. Më fal edhe një herë. Ai veçanërisht shpërblen me mirësinë e vet këtë të dojë, se Allahu posedon mirësi të madhe. Nga hithtarët e librit ka të tillë që nëse u beson një barë, hithtarët e librit, krishterët dhe evrej, një barë pasuri do ta kthejnë. Por ka edhe të tillë që nëse u jep në besim, qoftë edhe një metelik, një euro, nuk ta kthejnë, në qoftë se nuk e ndjek vazhdimisht. Ashtu është për shkak se ata thonë, ne nuk kemi obligim ndaj analfabetëve. Gjithmonë muslimanët i kanë thënë analfabet. Prit bre, edhe sot thonë, po e keni marrë nga mos besimtarët e krishteje dhe jevrej, sepse hithtarët e librit, po thot ja jep një pasuri të madhe prej hithtarëve të librit, e kanë barë edhe ta ruajnë me bes. Po ka edhe prej tyre që 1 euro m'ja dhën, nuk ta ruajnë edhe thënë, pse m'ja rujt, hec bre hiqu aty në analfabetëve, dhe flasin gënjeshtra për Allahun me vetë dije. Këta janë pra.
por me siguri kush i përmbush obligimet e veta dhe ruhet prej mëkateve, ani se Allahu i don të devotshmit. Ata të cilët obligimin e vetë ndaj Allahut dhe besatimin e vetë e shesin për diçka që vlen krejt pak, në botën tjetër nuk kanë asgjë. Atyre Allahu në ditën e kiametit nuk do t'u flas fare, e as do të shikojë dhe nuk i pastron ata, kanë për të vuajtur dënim të dhemshëm. Mos e shit një fen, mos e shit një bindjen tënde për një rogë, për një pozitë, po thuaj e të vërtetën, qoftë edhe hidhur, qoftë edhe nëse flijohësh për ata, sepse kjo botë nuk ka vlerë në krahasim me botën tjetër. Ka prej atyre një grup që përdredhin gjuhën duke lexuar librin, që të kujtoni se ajo është nga libri dhe thonë, ajo është nga Allahu, por ajo nuk është nga Allahu. Ata flasin me vetëdije gënjeshtra për Allahun, në emër të Kuranit e përdredhin gjuhën e vetë, nuk e tregojnë të vërtetën. Nuk i ka hije njeriu të cilit Allahu i jep librin dhe urtësie, profeci tu thon njerëzve, adhurom në një mua në vend të Allahut, por jeni të sinqert se Zoti me atë çka e dini librin dhe me atë çka e studioni. Bëhuni të sinqert ndaj Zotit me çat sa din, me çat sa studion. E as t'ju urdhëroj që e ngjujt dhe profetët t'i konsideroni zotër, kurse si, apo ju urdhëron mos besim pasi që jeni bërë musliman, të nënshtruar, Feti Mehdiu. Allahu u ka marrë besën e profetëve kur u ka dhënë liber dhe urtësi. Pastaj ju vjen një profet i cili e vërteton se është saktë ajo çka e keni. Gjithsesi do t'i besoni dhe patjetër do ta ndihmoni. A e pranoni, tha, se me këtë merrni obligimin tim? Ata thoshin, e pranojmë. Atëherë pra dëshmone, u thot se edhe unë jam me ju një prej dëshmitarve. Por kush kthen kryet në anën tjetër, edhe pas kësaj ata janë një mend mbrapshta. A dëshirojnë tjetër fe përveç fesë e Allahut. Nuk ka disa fe, veç një fe është. Feja e Allahut është paqe. Paqe. Një fe është, një fe. Allahu nuk i ka bo 3-4 fe. Që? A dëshirojnë tjetër fe përveç fesë e Allahut, kurse ati dashte pa dashti përullën kush janë në qiej dhe në tokë dhe te ai do të kthehen. Thuaj, ne i besojmë Allahut, vetëm edhe një faqe. Thuaj, ne i besojmë Allahut edhe asaj që na shpallët neve, edhe asaj që i ka shpallur Ibrahimit, edhe Ismailit, edhe Ishakut, edhe Jakubit, edhe nipërve, edhe asaj që ju dha Musait dhe Isaut dhe profetëve, nga Zoti i tyre, ne nuk bëjmë kurfar dallimi mes tyre dhe ne vetëm atij dorëzohemi. Dhe kush kërkon ndonjë fe tjetër përveç asaj islame, paqes, atëherë se islam do të thonë paqe. Pra, dhe kush kërkon ndonjë fe tjetër përveç asaj islame të paqes, ati nuk do t'i pranohet dhe ai do të jetë nga të humburit në botën tjetër. Shikoni sa bukur Zoti e lidh atje, çka po kërkoni fe tjera përveç një fe e Allahut. Tash ka u bën disa fe, s'po kupton. Prandaj edhe këtu po mos kërkoni tjetër fe o zotëri, o besimtar e mos besimtar, përveç fenë e paqes, sepse feja e paqes është një fe jemi, një trung. Pra, feja e Allahut. Ati nuk do t'i pranohet, pra, kush kërkon ndonjë fe tjetër përveç asaj islame, fenë e paqes, ati nuk do t'i pranohet dhe ai do të jetë nga të humburit në botën tjetër.
Si do ta udhëzoj Allahu një popull i cili bën mosbesim, pasi që ishte besimtar dhe e kanë dëshmuar se profeti është i vërtet, madje janë dhënë edhe argumente të qarta. Allahu nuk përudhë popullin mizor. Ata janë të cilët kanë për shpërblim mallkimin Allahut dhe të engjëjve dhe tërë njerëzve së bashku. Do më thënë edhe njerëzit po boj kanë me mallku, edhe engjëjt edhe Allahu, pra atyre të cilve ju ka dhënë udhëzimi edhe nuk dojnë me besu, edhe qohën edhe e mbysin nipin e profetit. E mandi kur i mallkojmë lanetullah, mallkimi qoftë, mos e mallko se s'ban, se je grua e keqe, burri keq, jo. Ata të cilët kanë besu edhe mandi, shiko, ata të cilët e kanë Si do ta udhëzoj Allahu një popull i cili bën mosbesim, pasi që kanë qenë besimtarë dhe kanë dalë, si puna Jezidit, ngritet e myt nipin e pejgamberit, kanë qenë besimtarë dhe kanë dalë si mosbesimtarë, ata janë të cilët kanë për shpërblim mallkimin e Allahut dhe të engjëjve edhe tërë njerëzve së bashku. Përgjithmonë do të mbesin nën të dhe dënimi do t'u lehtësohet, nuk do t'u lehtësohet edhe njëherë, gjithmonë do të mbesin nën të, nën qatë dënimin, dhe dënimi nuk do t'u lehtësohet e as do t'u vonohet, do t'i vjen me njerë. Përveç atyre të cilët pas asaj pendohen dhe përmirësohen, pendohesh edhe përmirësohesh. Ajo si që tojnë në tarikate për shembull, kjo nuk më pëlqen, Mevlana pas ka thonë, se Mevlanës flot sende ja kanë gjitë kinse ka thonë, thotë, ti gabo, ti 100 herë theje pendimin, po prap eja. Jo, Zoti thotë me një verset kuranor, ata të cilët pendohen për një mëkat që kanë bë, edhe prap kthehen, duplo do t'i jepet dënimi. Do t'a gjejmë këta verset kuranor dhe vërtetoni. Nuk ka këtu, hajti, bone loj fjallën e Zotit. Prandaj thotë, përveç atyre, pra nuk do të dënohen, ata që janë bë mosbesimtar, përveç atyre të cilët pas asaj pendohen edhe përmirësohen. Allahu është mëshirotë dhe fal shumë. Ata të cilët bëhen mosbesimtar, pasi kanë qenë besimtar dhe shtojnë mosbesimin, atyre pendimi nuk u pranohet dhe ata janë me të vërtet të humbur. Ata të cilët mohojnë dhe vdesin si mosbesimtar, me siguri nuk do t'i pranohet asnjërit për kompenzim, qoftë edhe tërë pasuria e kësaj botës, ata i prit dënimi dhemshëm, atyre askush nuk do t'i ndihmoje. Fjala e Zotit lartësuar është e vërtetuar. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. 3 herë. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. O Allah, dërgoj selam Muhammedit dhe familjes së Muhammedit. Me kaq të nderuar miq, që përfunduam edhe gjyzin e 3, në natën e 3 të Ramazanit, pra dhe shihemi nesër me lejen e Zotit në ora 9, pra në ora 9 deri në orën 1 të natës. Esselamu alejkum.